Të nderuar banor të Gjirokastrës, ju kërkoj të më dëgjoni me vëmendje sepse kjo është shumë e rëndësishme që do të them. Mos u mashtroni nga kromoshqilarët dhe minzidhjarët e bashkisë Gjirokastër, apo njerëzve të tjerë që thonë të flasin për fatkeqësi natyrore. Kjo që ndodhi në Gjirokastër nuk është fatkeqësi natyrore, por është neglizhencë plot institucionale. Jo Kosova, jo Durrësi, jo Mamurasi për vende bregdetar dhe vende fushore që të gjithë përmbyten nuk distohet fare. Gjirokastra nuk ka qenë kur kështu, nuk ka bërë vaki kur kështu. Natyra ka forcën e saj dhe ne nuk mund të bëjmë shaka me natyrën, por Gjirokastra është qyteti më i pjerrët në Shqipëri. Dhe nuk mbaj mend një herë në jetën time që të ketë bllokime të tilla të prenjve apo kanalizime të cilat kanë me muaj të tërë, të cilat unë personalisht i kam denoncuar vetë që në Behar për mënyrën e mos pastrimit të tyre dhe kjo ishte diçka që dije që do ndodhte. Në Gjirokastër mbytej ura e lumit siç e dim të gjithë, por kishte përmbytje spontane të cilat zblokoheshin dhe kaq kalonte domethënë e gjitha. Është shkatruar puna e jetës së njerëzve me biznese, me shtëpi, me makina, me pasuri që e kanë bërë me gjak dhe me djers. Unë i kam paralajmëruar të gjitha me zë dhe me figurë të gjitha ngjarjet dhe i kam paralajmëruar se çfarë do ndodhte. Kanalizimet duheshin zhbllokuar urgjent. Prenjt duheshin pastruar urgjent. Kanë rënë shira dhe më parë, por përmbytje të tilla nuk kanë ndodhur kurrë. Kjo situatë ishte komplet e evitueshme. Kanalizimet janë të bllokuara si pasojë e punimeve jo cilësore në Gjirokastër. Unë kam porositur së fundmi dhe një sond tani, të cilën do ta futësh me kamera, do ta shikoni vetë se ç'bëhet poshtë kanalizimeve. Gjirokastra nuk u mbyt nga shiu. Gjirokastra u mbyt nga paaftësia e bashkisë Gjirokastër. Rreshjet ishin të parashikuara, qytetarët nuk u lajmëruan. Punët dhe heshtja sollën, punët e këqija të bashkisë dhe heshtja sollën këto fatkeqësi që ndodhen këtu. Ky është dështimi plot institucional dhe përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi të plot para ligjit. Vetë personalisht do të bëj kallëzimet penale, sipas ligjeve. Dëmi ka ardhur nga mospastrimi i pritave malore. Vetëm proji i Ficos ka 4 prita malore dhe diga, të cilat shërbejnë për të mbajtur inertet dhe për të ulur fuqinë dhe rrjedhën e ujit. Këto nuk janë pastruar fare, domethënë kam publikuar dhe foto, kam publikuar dhe video, mund t'i shikoni, mund t'i diqni. Kryetari i bashkisë thotë se inertet erdhen nga mali i gjerë. Mali i gjerë nuk sjell inerte. Mali i gjerë sjell ujë, prandaj bëhen digat dhe pritat nëpër prenjtë e Gjirokastrës që inertet të bllokohen aty dhe të kalojë vetëm ujë. Dhe pas përfundimit të shirave, këto pastruhen përsëri dhe fillon puna prapë. Nuk ka bërë vaki kurrë që në Gjirokastrë dilnin inerte në këtë farë mënyre. Gjendja është e frikshme. Shiu mund të vazhdoj, siç e ka dhënë moti, inshallah gabon domethënë, sepse mund të ketë dëme të tjera të cilat nuk i uroj. Këta janë pa mjete, janë pa makineri, janë pa dorashka, pa roba pune, pa asnjë gjëje, pa ndihmë reale në teren fare domethënë. Por kjo është ajo që merr një qytet kur helmon kafshët ditë për ditë, kur vjedhin dhe kur tallen me qytetin. Nuk ka bërë vaki kurrë kështu. Jemi mbytur dhe më parë, po jo në këtë gjendje. Mediat kërkojnë informacion nga mua, ky është turp tjetër. Unë gjithmonë i kam shok miq i njoh. Po si nuk ju vjen turp? Ti informoni, duhet dili në teren të informoni banor dhe jo të prisni nga mua. Unë jam tek pull. Yazëk ju qof dhe juve. Dash të Zoti, mos ketë rëshqitje dheu në zonat e banuara, sepse duhet dini që kur bie shi me intensitet të lartë, kemi vërshime të ujrave sipërfaqësore. Po kur bie shi për 2-3 ditë rjesht, tokat e buta si shtufi mbingopen si sfungjer. Dhe toka bëhet mbingopet me ujë dhe merr një veti plastike dhe të cilat mund të shkaktojë rëshqitje të mëdha, të masiveve, të dherave apo pallateve që mund të rrezikojnë disa zona ndryshme. Biles në disa zona do të sugjeroj evakuimet me njëhershme, edhe me ushtri nëse duhej. Kjo duhet bërë dhe një studim për dëmet pas përmbytjeve që ndodhen, për të vlerësuar dhe për të bërë analizat e tokave dhe për të parë të rrezikshmërinë që mund të ketë shkaktuar të gjitha këto dëme që kanë sjell. Dyqanet janë shkatruar mbi 78 biznese në 18 shtatori. Ka shtëpi të dëmtuara, ka njerëz që kanë humbur pasuritë. Shumë gjëra tjera kërkojnë ekspertizë, kërkojnë inxhinier, nuk bëhen punët me lopata dhe me kazma, si në kohën e Qemotit. Dhe ky shi përveç të gjithave, dua t'rregoj një diçka se pati dhe një të mirë, që ju tregoj kush janë horrat dhe servilat dhe minzidhjarët që ju i mbështesni dhe në dorë të kujt ka rënë ky qytet.
Dhe në dorë të kujt ja lini fatin këtij qyteti. Doja ta mbyllja me një shprehje shumë të bukur që ishte një nga komentet më të bukura që kam lexuar. Dikush me mbiemrin Çeçe, në mos gaboj, e kishte bërë dhe më pëlqeu që një koment brillant, që ju qofshi që arritët të përmbytnit qytetin më të pjerrët në botë. Yazëk dhe turp ju qoftë. Përveç turpit, yazëkut dhe karmës që do t'ju vijë, apo atë që do t'ju bjeri Perëndia, do të keni dhe denoncime penale sipas ligjeve në fuqi. Mos u mashtroni nga këtaj që thonë që është fatkeqësi natyrore. Nuk është fatkeqësi natyrore, është plarje truri që kjo po ju bëjnë. Unë vetë kam dhe 2 projekte të cilat janë bërë projekte universitare, të cilat janë bërë te Universiteti Polis. Janë projekte goxha dinjitoze të cilat kanë bërë një vlerësim shkencor dhe të bazeneve, tokave, rrjedhave nëntoksore, prurjeve të prenjve si proji Dunavatit dhe proji Çullos, të shpjeguara me detaje, me harta shkencore, me të gjitha. Kjo që ndodhi në Gjirokastër është neglizhencë plot institucionale dhe drejt për drejt tek ata që duhet që të bëni punën siç duhej. T'ju vij turp dhe yazëk ju qoftë të gjithëve. Kalofshi mirë gjithë të mirat, o Gjirokastra me vul, hiq flamur e vur flamur.